Ndërkohë që thirrja për një protestë kombëtare ditën e shtunë nuk ka munguar, siç është bërë tashmë tradita e shtuna, është dita e protestës kombëtare ku i bashkohen të gjithë qytetarët. Këtu janë vetëm iranian. Unë kam ardhur me Vlan Mata nga Peshkopia, nga Dibra, jetoj në Amerikë, New York prej 18 vjetësh dhe punoj në 11 vjet në shërbimin financiar në Amerikë, ku menaxhoj një fond për 1.2 miliard dollarësh. Tu kam ardhur vetëm si qytetar për t'i bashkuar popullit tim, për t'i përzënë pushtetarët e 35 viteve të shkuara që e kanë vjedhur këtë vend për aq vite. Sot në New York, në Financial Times, ai ka thënë që e ka sharë popullin shqiptar, ndërkohë që dje Tajland Balla dhe kryeministri i Shqipërisë kanë thënë që ka një problem me ato që e ka lexuar deklaratën ndoshta më të rëndësishme të protestës, që artikulon kërkesat tona dhe shtron 4-5 pika mbi të cilat ne gjithë biem dakord si popull, pa rëndësi ka kush e lexoi deklaratën. Me këto pika bie dakord populli dhe ne jemi këtu deri kur ato pika të realizohen dhe nuk do heqim dorë. Unë dhe miqtë e mi nga Amerika do vinë me mira, siç do vinë nga shtetet tjera. Diaspora shqiptare është e vendosur që ta çojë këtë deri në fund. Ju keni ardhur enkas për protestë? Vetëm për proteste, që nga e premtja dhe do rri këtu drejt dielën dhe do vim prapë. Kryeministri ka thënë dje, por edhe më herët, që shërbimet huaja dje ishin iranianët, ka patur edhe shërbimet vendeve të tjera, armike të Shqipërisë apo kundërshtarë të Shqipërisë, kanë ndërhyrë në organizimin e kësaj proteste. Si e shihni ju këtë deklaratë? Ne nuk merremi, po të shkojmë mbrapa fjalëve të kryeministrit ton, ne do bijem në rrjedhën e tij. Kryeministri duhet të shohë sa njerëz janë në shesh, pas tyre ka dhe njerëz që nuk vinë dot në shesh. Ne akoma nuk kemi parë rrethët dhe pjesëmarrjen e tyre. Diaspora akoma nuk ka ardhur këtu. Ne nuk merremi me deklaratën e kryeministrit. Ne merremi vetëm me kërkesën e panegociueshme për që kryeministri të dërhiqet, qeveria të dërhiqet, të kemi qeveri teknike dhe shkruajmë rregullat e lojës, që kur të vi momenti të shpallën platformat nga njerëz me dignitet dhe pastërti dhe populli shqiptar të ketë të drejtën të ketë zgjedhje të lira për herë të parë në 35 vite. Unë gjithashtu i them kryeministrit, lexo deklaratën, mos u merr me njerëzit që i deklarojnë. Kjo është vlen sepse ka patur një perspektivë që nuk është e vërtet nga media të huaja, se kjo bëhet për flamingot, kjo bëhet kundra investitorëve që kanë lidhje me familjen Trump, kjo është kundra investimeve të huaja, absolutisht jo. Kjo është një mesazh për media shqiptare, për media të huaja, që do vinë në terren dhe ta kuptojnë se cilat janë kërkesat e vërteta të popullit shqiptar. Si u ndjet ju kur lexua deklaratën e zotit Rama në Financial Times? Nuk bezdisemi fare. Ajo ka qeveria e tij dhe qeveritë e mëparshme, Berisha, Meta, Veliaj dhe gjithë klani i tyre e kanë vërtetuar se interesin e kujt kanë. Ato nuk kanë interesin. Ne nuk bijmë në hendekun e tyre. Ne nuk merremi fare. Ne merremi vetëm realizimin e kërkesave tona. Faleminderit. Një qytetar që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shpreh se do të ketë edhe shqiptar të tjerë të Amerikës që do të marrin pjesë në këtë protestë në ditët dhe javët në vijim. Do tentoj të marrë edhe të tjerë qytetarë. Zotëri, për çfarë protestoni? Ata e protestoj këtu në Italia, për sa i përket kur ka marrë vesh shumë vite përpara, ka shkuar nëna ime me pyet me regjistru shtëpiat e fshatit, tokat e gjyshit, së gjyshit dhe katër gjyshit në hipotekë, thjesht me regjistruar. Ato rezultojnë, i kanë thonë që kanë kaluar në shtet. I kanë prezantuar përsëri me ana ligjore nga ana notariale, të njëjtën përgjigje kanë kthyer edhe noteres. I kanë me dokumenta që janë shtetzuar tokat, domethënë. Shtetzuar tokat, që ato janë tokat e Avdika Sallit, që janë pezë, që e di gjithë krajina pezës, anë mban, që kanë 300 vjet toka, 100 vjet shtëpia. Edhe ato këto shteti që kryeministrin e ka kalu shtet. Nuk e di arsyen. Unë du di arsyen. Për çfarë arsyen nuk ma njeh. Unë i kam shku në hipotekë, i kam me dokumenta të gjitha me vult fat, gjitha anët, në qoftë se unë mungon një dokument, me mungon një fakt që unë nuk janë të mia, që nuk janë tokat Avdika Sallit. Arsyeja pse protestoni? Po, në qoftë se del një njeri ta faktoj që nuk janë tokat Avdika Sallit, që janë 300 lum toka atje, atëherë unë i them kryeministrit, fisi kasallëve, firmosim zgjidh dhe ta gëzoj qeveria, nëse nuk është toka jonë. Mirë, faleminderit zotëri. Unë kam drejtë të sjell gjithë pezën këtu të dëshmoj se kush është toka.
Faleminderit. Jep një intervistë? Po, zonjë. Kam dalë më shumë intervista. Po, për çfarë protestoni ju sot? Çfarë kërkoni? Unë protestoj, kam 35 vjet në përgjigje dhe sot jam më e fortë dhe më e qetë. Do thuash pse? Më shhedhur në portal nga zotja Andrea, zoti Maltezi, burri Argita Maltezi. E di çfarë protestoj se kam 35 vjet në përgjigje. Pronat e mia janë të shkruar dhe në Google, po të doja i dhe ta lexoj. Edhe ju protestoni për pronat, si zotëria. Unë kam 63 hektar në pluk të Lushnjës, kam 8.000 metra që kam dhe me Napoleonari në Bisefës, kam 6.000 metra brenda qytet aty, që oligarkët Fatos Tusha ka dhënë urdhën nga burgu të legalizohet pronajme një personit. Mirë, faleminderit zonjë. Faleminderit. Zotëri, për çfarë protestoni? Unë sot do protestoj, mu më kanë qujtë iranian. Unë s'jam iranian, unë jam shqiptar edhe jam Dardan. S'jam iranian, unë thuj e Ramës. Jam Dardan. Jam ilirian. Jam pelazg. Kështu i thuj e Ramës. Ndërkohë ka qytetarë të shumë që janë grumbulluar tani në sheshin Skënderbej. Mendimin e operatorit do doja të shihnim edhe qytetarët e tjerë. Me njëherë, sapo shkon ora 7, sheshi Skënderbej mbushet plot me qytetarë që presin të nisin marshimin në drejtim të kryeministrisë, ndërkohë që gjatë rrugës marshimit i bashkohen edhe qytetarë të tjerë, e po ashtu edhe përpara kryeministrisë, një numër i madh qytetarësh presin atje që të bashkohet turma që vjen nga sheshi Skënderbej, ndërkohë që një grup qytetarësh prej disa ditësh tashmë e kalojnë natën përpara kryeministrisë dhe po ashtu një grup tjetër që ndron 24 orë përpara kryeministrisë. Duhet të thënë që këto janë grupe të pavarura nga njëra tjetra. Kjo është një protest heterogjene që bën bashkë shumë grupe dhe secili nga grupet ka zgjedhur që të protestojë në mënyrën se si ai e mendon këtë protestë si është më të arsyeshme. Arrim që shohim edhe të rinj, do donim që të kishim më shumë zëra të rinj në intervistat që po realizon në këto momente derisa qytetarët të mblidhen të gjithë së bashku, sepse kam përshtypjen që edhe për shkak të kushteve atmosferike sot ka qenë një ditë tepër e nxehtë. Besoj që siç e kemi parë në fakt edhe në ditët paraardhëse që qytetarët vijnë të mblidhen pasi temperaturat të bien pak rreth orës 8:30, 20:30. Jemi pranë në sheshin Skënderbej, do të shohim kemi qytetarin ashtu siç ju e thatë, ka edhe shumë të rinj që marrin pjesë në këtë protestë. Për çfarë protestoni sot? Jemi drejt për së drejtin në News 24. Shiko, proteston njëri sot. Kërkesat janë shumë të qarta, është dorëheqja e një kryeministrit korruptuar. Ne kërkojmë që të shembet sistemi tjetër politik. Berisha dhe Rama duhet të zhduken nga spektri politik në vendin ton. Kërkesat janë të qarta për çdo protestues, janë të qarta për çdo qytetar, sepse jemi në ditën e 24 të protestës dhe çdo ditë është thënë qartazi që kemi të bëjmë me një kryeministër që nuk i përfaqëson më qytetarët që janë në rrugë dhe nuk i përfaqëson më shqiptarët në tërësi.